Rebecca Fox kishte qenë larg shtëpisë për fundjavë, duke vizituar familjen e saj në një qytet aty pranë. Pas kthimit të saj më herët se sa pritej, ajo vendosi të bënte një shaka të padëmshme me thejuarin e saj, i cili ishte i zënë në dhomën e tyre të gjumit. Ajo eci me majat e gishtave drejt dhomës, duke qeshur me vete nga eksitimi dhe ul shpejt nën krevat për t'u fshehur. Ajo priti me durim që i fejuari i saj të hynte në dhomë, në mënyrë që të kërcente jashtë dhe ta surprizonte atë. Megjithatë, ndërsa qëndronte shtrira dje, ajo u ngri nga tmerri kur dëgjoi zhurmën e hapave që po afroheshin. Ishte më shumë se sa thjesht i fejuari i saj. Me dhemrën që i rrifte fort, ajo u përpoq të qëndronte e qetë dhe e palëvizur, duke shpresuar që të ishte vetëm i fejuari i saj dhe kushdo tjetër që ishte i pranishëm në dhomë të mos e vërente atë nën krevat. Papritur, ajo dëgjoi zërin e të fejuarit të saj, por zëri i tij shoqërohej nga një zë tjetër që ajo e kishte dëgjuar më parë. Mendja e saj po vraponte me frikë dhe konfuzion, ndërsa kuptoi se dikush tjetër ishte në dhomë me të. Ajo u tensionua, me sytë e hapur gjerë nga shoku, dhe u përpoq të kontrollonte frymëmarrjen e saj ndërsa po përgatitej për më të keqen. Ishte në këtë pikë që Rebecca kuptoi se shakaja e saj kishte marrë një kthes të papritur dhe të pakëndshme. Rebecca qëndronte e palëvizur nën krevat, duke u përpjekur të qetësonte frymëmarrjen. Ajo mund të dëgjonte një palë hapash që afroheshin dhe zemra i rrifte fort nga frika. Ndërsa hapat afroheshin, ajo mund të dëgjonte tingullin e qartë të takave të larta që kërcitnin mbi dyshemen prej druri. Tingulli ishte shumë i njohur dhe mendja e Rebekës po bluante mundësitë se kush mund të ishte. Tamam kur ishte gati të dorëzohej para panikut, dy personat folën dhe Rebeka e njohu zërin menjëherë. Ishte dikush që ajo nuk priste ta shihte kurrë më dhe mendja e saj u mbush me 1.000.000 pyetje ndërsa përpiqej të procesonte atë që po ndodhte. Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë dhe goditni atë këmbanën e notifikimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Rebecca Fox, një grua e re vibrante, bënte një jetë në dukje perfekte, me një karrierë të plotësuar, një familje të dashur dhe një të ardhme të ndritur për asaj. Ajo kishte gjithçka që kishte dashur ndonjëherë. Bota e saj u përmbys kur takoi Andrewn, burrin e ëndrave të saj. Ndryshe nga sportistët dhe burrat macho me të cilët kishte dalë në të kaluarën, Andrew ishte ndryshe. Ai kishte një anë prej nerdi dhe një dashuri të thellë për familjen e tij, gjë që e bënte atë edhe më tërheqës për Rebekën. Ajo ndjeu se më në fund kishte gjetur shpirtin e saj binjak dhe ishte emocionuar të kalonte pjesën tjetër të jetës me të. Megjithatë, fati kishte plane të tjera për të, dhe një ditë ndodhi diçka që do ta dridhte botën e saj deri në palc. Andrew dhe Rebeka u takuan për herë të parë në një kamp veror, ku të dy ishin duke punuar si këshilltar. Që nga momenti që pan njëri tjetrin, ata ndjen një lidhje të menjëlershme. Ata kaluan ditët e tyre duke u lidhur përmes dashurisë të përbashkët për muzikën, filmat dhe aventurën, dhe mbrëmjet e tyre duke folur për orë të tëra në nyje. Ndërsa miqësia e tyre thellohi, Andrew dhe Rebeka filluan të kuptonin se kishin zhvilluar ndjesi për njëri tjetrin. Ata filluan të kalonin gjithnjë e më shumë kohë bashk, duke bërë shëtitje të gjata, duke eksploruar vende të reja dhe duke provuar gjëra të reja. Shpejt ata u bën të pandashëm, duke u mbajtur për dore dhe duke u futur fshehtazi në shtëpitë e njëri tjetrit për të kaluar kohë bashk. Dashuria e tyre adoleshenciale nuk u lëkuat kurrë, dhe kur mbaruan shkollën e mesme dhe shkuan në kolegj, ata ishin aq të përkushtuar njëri tjetrit sa gjithmonë. Ata siguroheshin që të telefononin njëri tjetrin çdo ditë dhe të vizitonin njëri tjetrin sa më shpesh të mundeshin. Ata mbështetnin njëri tjetrin në uljet dhe ngritjet e jetës së kolegjit dhe inkurajonin njëri tjetrin ndërsa ndiqnin ëndrat e tyre. Duke ecur shpejt disa vite përpara, Andrew më në fund mori guximin t'i kërkonte Rebekës të martohej me të. Ai planoi një darkë romantike në restorantin e tyre të preferuar dhe e surprizoi me një unaz të bukur diamanti. Rebeka ishte në qiellin e 7 nga lumturia dhe bërtiti yes me të gjithë forcën e mushkrive. Ata u përqafuan fort, duke u ditur se ishin krijuar për të bënë bashkë përgjithmonë. Rebeka ishte dashuruar marazisht për Andrewn dhe kjo vinte kryesisht nga ndjenja e fortë e vlerave familjare. Për Andrew, familja ishte gjithmonë e para dhe ai kishte një lidhje të rrënjosur thellë me familjen e tij. Në fakt, Ana ishte pjesëmarrëse aktive në jetën e tyre, duke organizuar shpesh drekra të dielës, ku e gjithë familja mund të mblidhej dhe të bisedojë. Këto dreka, të mbushura me të qeshur, të histori dhe ushqime të shtëpisë, ishin pika kulmore të javës. Megjithatë, një drekë e tillë e diele solli me vete shenjën e parë të telasheve. Gjatë këtij grumbullimi familjar të dukshëm perfekt, dinamikat familjare filluan të shfaqin krisa. Babai i Andrewt, i cili gjithmonë ishte shpirti i festës, duke i tërhoqur dhe i painteresuar për bisedën. Ana, që normalisht i kishte të gjitha nën kontroll, duke i tensionuar, duke u bërtitur të gjithëve dhe duke i dërmuar në mënyrë të pazakontë. Të gjithë ishin grumbulluar rreth tavolinës duke shijuar një vakt të shishëm. Andrew dhe Rebeka ishin ulur përballë Anës dhe babait të Andrewt, Trent. Ndërsa enin dhe bisedonin, Rebeka nuk mund të mos e vinte re diçka që e bënte të ndjehej në sike.
Megjithatë, parehatia vazhdonte. Rebeka nuk ishte parë ndonjëherë një dinamik si e tyre, dhe kjo e bënte atë të pasigurt. Ana futej shpesh në bisedat private midis Rebekës dhe Andrewt, duke ofruar mendimet cilat as nuk ishin kërkuar, as nuk ishin të mirëseardhura. Andrew nuk e ndalte kurrë. Përkundrazi, ai dukej se e inkurajonte, duke vlerësuar praninë dhe kontributin e saj. Afërsia e tyre shkonte përtej asaj që Rebeka ndjente se ishte normale. Ata ndanin shaka që i dinin vetëm ata, qeshnin leftësisht bashk dhe dukeshin thellësisht të harmonizuar me njëri tjetrin. Rebeka filloi të kushtonte vëmendje më të madhe. Ana gjente justifikime për të prekur Andrewun kurdo që të mundte. Dora e saj hëndronte mbi krahun apo supin e tij. Gjestet ndjeheshin intime, dhe siç e nuk flirtonte hopazi, ai nuk largohej kurrë. Kur Ana e prekte, ai shpesh ia kthente gjestin, krijuar një ndërveprim shqetësues. Rebeka përpoq të binte veten se imagjinonte gjëra. Paranoja futi ngadalë, duke ushqyer nga çdo shikim dhe çdo pauzë. Darkat e tyre familjare kishin qenë të kongshëlleshme, por kishin ndryshuar. Atmosfera ndjehej tensionuar, e ngarkuar me diçka të pathan. Pastaj, një mbrëmje, gjithçka ndryshoi. Ndërsa ulën së bashku në tryezë, Rebeka vuri re Anën dhe Andrew të shkëmbenin një vështrim që ia shtrëngoi stomakun. Duart e tyre u gërshetuan shkurtimisht në një mënyrë që ndihej shqetësuese intime. Duke u kthyer nga Rebeka, ata njoftuan se kishin planifikuar diçka të veçantë, një udhëpim për ecje në mal, hiking. Në fillim, Rebeka ndjeu lehtësim, një ecje duke e padëmshme. Megjithatë, pyetjet mbetën. Pse Andrew nuk e kishte përmendur kurrë më parë? Pse ishte mbajtur sekret? Kur erdhi dita, optimizmi i saj ndjehej i brisht. Ata u nisën herët në një mëngjes të freskët, duke u futur thellë në pyll. Rebeka detyroi një buzëqeshje, por sa më thellë shkonin, aq më shumë i tendoseshin nervat. Shtegu ishte më i pjerrët dhe më i ashpër se sa priste. Për një kohë, ecja përparoi pa probleme. Të katërt, Rebeka, Andrew, Ana dhe Trent lëviznin së bashku në përpyll. Qetësia prishej vetëm nga hapat dhe kënga e zogjve. Ndërsa ngjiteshin më lart, tereni u rëndua. Trent filloi të kishte vështirësi, frymëmarrja e tij ishte e rëndë, hapi i tij u ngadalsua. Rebeka e vuri re menjëherë dhe shikoi përpara. Por Andrew dhe Ana ishin shumë përpara, të përpikut në bisedën e tyre, në dukje pa vënë re asgjë. Rebeka hezitoi, pastaj u ngadalsua për të qëndruar me Trentin. Ajo nuk mund ta linte pas, jo kështu. Ndërsa vazhdonin shtegun, Rebeka u përpoq të bënte bisedë të vogël, duke shpresuar të largonte vëmendjen e Trentit nga vështirësia e tij dhe ndoshta të zbuste tensionin që ndjente. Por biseda ndryshoi kur Trent, duke tingëlluar i lodhur dhe reflektues, kërkoi ndjes dhe përmendi se Andrew dhe Ana kishin ndarë gjithmonë një lidhje të veçantë. Ai shpjegoi se që kur ishte martuar me Anën, ajo kishte vepruar më shumë si një nënë e vërtetë sesa si një njerka, dhe se kishin kaluar shumë gjëra së bashku. Fjalët e tij e shqetësuan Rebekën. Kishte diçka të rëndë në tonin e tij, sikur kishte thënë më shumë se sa kishte ndërmend. Pyetjet vërshuan në mendjen e saj. Kur arritën në maj, Ana dhe Andrew ishin tashmë atje, duke qeshur dhe duke qëndruar afër njëri tjetrit. Ata nuk treguan asnjë shqetësim për faktin se kishin lënë Trentin pas. Lehtësia e tyre me njëri tjetrin ndjehej e tepërt, afërsia e tyre shumë intime për të shpërfillur. Deri në fund të ecjes, parahatia e saj u shndrua në diçka më të ftohtë. Ajo ishte e sigurt tani se Andrew dhe Ana po fshihnin diçka të aftë për të ndryshuar gjithçka. Në javët që pasuan, Rebeka u bë gjithnjë e më e distancuar nga Andrew. Bisedat u bën të sforcuara dhe çdo ndërveprim midis Andrew dhe Anës e shqetësonte. Dyshimi qëndronte vazhdimisht aty, duke refuzuar të zbehej, pavarësisht sa shumë përpiqej ta injoronte. Përfundimisht, e paaftë për të jetuar me pasigurinë, Rebeka u ballafaqua me Andrew. Ajo i tha atij se ndjente se diçka nuk shkonte midis tij dhe Anës. Reagimi i tij ishte i menjëhershëm dhe mbrojtës. Ai këmbguli se nuk kishte asgjë të papërshtatshme dhe akuzoi Rebekën për xhelozi dhe reagim të tepruar. Në vazhdim, besimi ishte i vështirë të rindërtohej. Me kalimin e kohës, Andrew bëri një përpjekje për ta qetësuar atë dhe marrëdhënia e tyre u stabilizua ngadalë. Megjithatë, tensioni qëndronte nën sipërfaqe. Pastaj, një fundjavë, Rebeka u thirr pa pritur për punë. Shefi i saj kërkoi se ajo të udhëtonte për të prezantuar një produkt të ri të një klient potencial. Udhëtimi i papritur e mbingarkoi atë, por Andrew e ingurajoi atë të shkonte dhe të fokusohej në karrierën e saj. Ajo e kaloi kohën paketuar valixhet
dhe duke u siguruar se çdo gjë ishte në rregull përpara se të nisej drejt aeroportit për të marrë fluturimin e klasës së biznesit drejt Londrës, për të shfaqur produktin më të fundit të kompanisë së saj. Megjithatë, pa e ditur ajo, diçka ogurzie po ndodhte në shtëpi, një mashtrim që mund të përmbyshte botën e saj. Pak pas e arriti në Londër, Andrew e telefonoi për ta inkurajuar dhe siguruar se çdo gjë do të shkonte mirë. Entuziazmi i tij e ngushëlloi, por ajo i dukej i pazakonshëm. Ai pyeti veten pse ai dukej aq i jetish që ajo të ishte arajavë në fundjavë. Arsyeja u bë më e qartë kur shefi i saj e njoftoi papritur se prezantimi ishte zhvendosur më herët. Tani ajo do të duhej të prezantonte të shtunën në vend të dielën. Ndryshimi i papritur e la të nxituar dhe stresuar, por ajo e detyroi veten të fokusohej, njihur sa e rëndësishme ishte mundësia. Të shtunën, Rebeka kreu prezantimin pa një gabim. Besimi dhe përgatitja e saj i mbingarkuan klientët, dhe ajo ndjeu e lehtësuar kur e mbaroi. E etishme të kthehej në shtëpi, ajo rezervoi një fluturim më të hershëm, harronte një detaj vendimtar. Ajo nuk e kishte treguar Andrewt se do të kthehej një ditë më herët. Kur mbërriti në shtëpi, shtëpia ishte bosh. Të zgënjur por të vendosur ta kthente në një surprizë, Rebeka vendosi të priste Andrew'n. Ajo dëgjoi makinën e tij të futej në obor dhe nxitoi në dhomën e gjumit, duke u fshehur nën krevat për ta trembuar atë më shaka, pa e ditur se ai nuk ishte vetëm. Momente më vonë, hapat hynë në dhomë, dy palë. Rebeka ngri. Zemra e rrithte fort ndërsa frika i zëvendësoi eksitimin. Një zë tingëllonte i njohur, por ajo nuk mund ta identifikonte menjëherë. Situata ndjehej i gabuar, dhe shakaja e saj e mëparshme tani dukej si një gabim i tmerrshëm. Ndërsa biseda vazhdoi, Rebeka rekuptoi se zëri i dytë i përkiste një gruaje. Mendimet e saj vrapuan, tmerrja e shtrëngoi kreharorin. Ajo priti e pa shpresë ndërsa xhaketa e Andrewt të ra në dyshem prek fytyrës së saj, duke e bindur se kishte zbuluar diçka shkatruese. Taman sikur ishte gati të shfaqej, ajo dëgjoi Andrew të flasi. Ai u drejtua Anës, duke tingëlluar i irrituar. Ana e këmbguli se Rebeka nuk ishte i duhuri për të, duke pretenduar se ajo e kishte rritur atë si djalin e saj dhe nuk e miratonte martesën. Andrew e hodhi me vendosmëri ndërhyrjen e saj, duke mbrojtur gruan e tij dhe i tha Anës të largonte. Ai e bëri të qartë se Rebeka ishte prioriteti i tij dhe se shtëpia duhet të ishte gati për kthimin e saj. Rebeka doli me vrull nga poshtë krevati, me lot që rridhnin në përfytyrë. Si munde, tha ajo, zëri që i dridhej. Ana u hodh mbrapsht, duke mos e pritur ta shihte atë. Andrew ishte po aq i surprizuar, por ai e kishte shfaqsuar duke qëndruar kundër fjalëve të saj. Ata i kërkuan asaj të largonte pronësinë. Pas asaj dite, çifti nuk shkoi më në dreka familjare. Ata dinin se kishin nevojë vetëm për njëri tjetrin. A mendoni se Andrew bëri gjën e duhur duke u shkëputur plotësisht nga familja, apo kishte një mënyrë tjetër për ta zgjidhur këtë situatë? Na tregoni mendimin tuaj më poshtë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë histori të pabesueshme. Faleminderit që na ndoqët.